رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të playlistës që kemi hapur në lidhje me intervistat bashkëkohore dhe mbasi kemi bërë një seri prej këtyre intervistave, jemi më specifikisht tek intervistat nga anglishtja që po përkthejmë dhe po përmbledhim nga kanali YouTube Think Bricks, si një alternativë që nuk është shumë prezente aktualisht në median shqiptare, pra për ta pasuruar vendin tonë dhe popullin tonë dhe gjuhën tonë me një informacion shtesë jo shumë të zakonshëm për ne. Kemi trajtuar në vijim të këtyre intervistave një përfaqësues, mund ta quajmë, prej polit indian, po ashtu dy përfaqësues prej polit ameriko-latino-katolik, dhe sot inshallah do trajtojmë një përfaqësues nga poli afrikan, ku në analizën e fuqive të botës multipolare mundet të konsiderohet Afrika e Jugut deri diku si një shtet qytetërimor përfaqësues i polit afrikan, por po ashtu është i diskutueshëm edhe Kongo nga i njëjti këndvështrim. Megjithatë, ne kemi marrë një profesor në shërtim i cili është prej Afrikës së Jugut. Pika e parë për sot thotë, drejtuesja e kanalit Think Bricks, pra zonja Anastasia Likhasheva, eksperte marrëdhënieve ndërkombëtare nga Rusia, prezanton të ftuarin e saj në një prej intervistave për kanalin në YouTube, profesor Razigan Maharaj nga Afrika e Jugut. Pika numër 2, ajo e prezanton atë si një nga zërat më të respektuar të Afrikës së Jugut në çështjet e politikës ekonomike, shkencës dhe inovacionit nga një perspektivë e Jugut global, asaj që njihet në anglisht me termin Global South, ose siç e emërtojnë kryesisht anëtarët e BRICS, Global Majority, pra shumica globale. Pika 3, gjithashtu citon shumë role që ai ka luajtur ose luan në institucione, forume dhe organizata brenda vendit të tij dhe nëpër botë, si, dhe fillon t'i emërtoj: drejtor kryesor themelues i IERI, pra Institute for Economic Research on Innovation, ose Instituti për Kërkim Ekonomik mbi Inovacionin. Profesor në Fakultetin e Shkencave Humane, profesor i asociuar CRST, pra Center for Research on Evaluation, Science and Technology, ose Qendra për Kërkim mbi Vlerësim, Shkencë dhe Teknologji. Drejtues i politikave në CSIR, pra Council for Scientific and Industrial Research, ose Këshilli për Kërkim Shkencor dhe Industrial, koordinator i projektit të parë qeveritar pas apartheidit për shkencë dhe teknologji, antar i zgjedhur i ASSA, pra Academy of Science of South Africa, ose Akademia e Shkencës së Afrikës së Jugut, përfaqësues ministror në Këshillin e Universitetit Rhodes, senator i zgjedhur universitar në TUT, pra Tshwane University of Technology, ndoshta bëjmë gabim në shqiptimin e ndonjë emri, ose Universiteti i Teknologjisë së Tshwane, që i bie të jetë emër qyteti ose emër krahine. Doktoruar dhe në lidhje kërkimore me RPI, pra Research Policy Institute, ose Instituti i Politikave të Kërkimit, pjesë e Lund University. Dietar kërkues vizitor në Clark University, pra pak a shumë gjysma e këtyre që u lexuan janë në territorin e Afrikës së Jugut dhe pjesa tjetër janë ndërkombëtare, kryesisht në Perëndim. Profesor vizitor në rrjetin kërkimor
Ekonomik FURJ, pra Federal University of Rio de Janeiro, ose Universiteti Federal i Rio de Janeiro, që i bie në Brazil, bashkëpunëtor kërkimor i asocuar në Telos Institute, drejtues i nyjes afrikano-jugore në Millennium Project, antar aktiv në rrjetin global për inovacionin e GlobalX, drejtues i qendrës së ekselencës për politikat e shkencometrikës dhe inovacionit. Pika 4. Intervistuesja vën në dukje që është një listë e gjatë me role dhe pozicione në të shkuarën dhe në të tashmen, në Afrikë edhe më gjerë dhe shpreh vlerësimin dhe mirënjohjen që e ka në emision një personalitet të tillë. Pra, ashtu siç e shpreh këtë lloj mahnitje intervistuesja, ashtu e shprehim edhe ne. Pra, këto janë një numër arritjesh intelektuale të një personi i cili nuk është pjesë e fesë tonë. Nuk e dim nëse është praktikant i ndonjë feje, por me shumë mundësi mendoj që është laik, duke qenë se gjatë intervistës e shikojmë që në sfond ka pasur një foto të Karl Marx. Besoj që duhet jetë pjesë e ideologjisë së majtë prezente në Afrikën e Jugut, pra me shumë mundësi laik. Ndoshta mund të ketë background të krishterë ose të ndonjë feje tjetër të vendit, për këtë nuk jam në dieni. Ideja është që nga aspekti intelektual kapaciteti i tij është shumë i lartë dhe përvoja e tij është shumë e madhe, për këtë arsye themi që është një person i denjë për respekt nga ky aspekt. Dhe normalisht ne muslimanët duhet të synojmë që edhe ne të ngrihemi në të gjitha aspektet e dobishme, qoftë në fushën e dijes ose qoftë në fushat e tjera, dhe duhet që mundësisht t'i konkurrojmë dhe t'i parakalojmë të tjerët në këto lloj fushash të dobishme. Në gjëra të dëmshme le të na e kalojnë të tjerët, kurse në gjëra të dobishme duhet ja kalojmë ne sipas mundësive ose me pakta të përpiqemi. Pika 5. Ajo po ashtu përmend që profesori do të mbajë një ligjëratë në forumin e klubit të Valdait në Rusi, i cili do të mbahet në muajt në vazhdim me temë dekolonizimi 65 vjet më vonë. Pra, duke qenë se ne jemi tani në 2026, ka mundësi që kjo ligjëratë jetë mbajtur tashmë, nuk jam në dieni domethënë nëse është mbajtur apo jo, po logjikisht duhet jetë mbajtur. Megjithatë, këto pika shprehen në bazë të asaj që është formuluar gjatë intervistës në kohën kur ajo është bërë. Pika 6. Ajo tregon që do të jetë prezente personalisht në këtë eveniment. Dhe edhe unë personalisht mendoj që është një nder të jesh prezent në evenimente të tilla. Mund të themi që ky klubi i Valdait është pak a shumë analogu i Davosit në Perëndim, si të thuash pak a shumë një Davos rus. Më pas pika 7. Më pas përmend që në përgjithësi kur përmendet termi kolonizim dhe dekolonizim, zakonisht u referohet vendeve të Afrikës dhe një nga shembujt më të qartë për ta ilustruar këtë është Afrika e Jugut. Pika 8. Mbas shumë kohësh që kjo temë është lënë disi në harres në media, është rikthyer sërish në vëmendje diferenca mes popullsisë së bardhë dhe të zezë në Afrikën e Jugut, veçanërisht përmes një komenti të Elon Musk, i cili mbasi është figura aktuale më e njohur e Afrikës së Jugut. Këtu ka për qëllim intervistuesja që tani nuk po diskutohet më që të bardhët i kanë bërë padrejtësi të zinjve në Afrikën e Jugut, po tani që kanë marrë pushtetin të zinj, po i bëjnë padrejtësi të bardhëve sipas këtij këndvështrimi. Ky është një pretendim prej pretendimeve absurde perëndimore, të cilat kanë prapavija politike të errta, dhe këtë gjë domethënë e hedhin poshtë në vazhdim të intervistës profesori dhe intervistuesi së bashku. Pika 9. Shtron pyetjen nëse është ka përcyer plotësisht faza e kolonizimit në vend apo ndihet akoma hija e tij. Pika 10. Profesori përgjigjet që nuk bie dakord me faktin që Elon Musk është personi më i njohur nga Afrika e Jugut, por dëshiron ta lërë atë temë për më vonë nga meraku se mund të akuzohet nga dëgjuesit si racist. Pra imagjino domethënë të akuzojnë tani të zinjt si racist kundër të bardhëve, ndërkohë që ne e dim shumë mirë se si është realiteti. Pika 11. Ai tregon që ka persona që kanë kontribuar shumë më tepër dhe që kanë fituar edhe çmim Nobel për paqe nga Afrika e Jugut. Pika 12.
më pas fillon të adresoj pyetjen që thot që jugu i kontinentit afrikan ka qenë i ekspozuar përgjatë historisë ndaj shumë pushtimeve dhe se OKB e ka njohur Afrikën e Jugut, pra shtetin e Afrikës së Jugut, si WHS, pra World Heritage Site, ose zonë e trashëgimisë botërore. Pika 13, po ashtu UNESCO e ka vlerësuar si një thesar i shoqërisë njerëzore. Këto kanë të bëjnë me aspektin historik të vendit. Pika 14, qytetërimi në Afrikën e Jugut ka filluar mira vite më herët, ndërsa europianët e kanë zbuluar vendin vetëm rreth viteve 1480, pra që i bie para një 500 vjetësh parafërsisht, dhe që atëherë pretendojnë se vetëm ata e kanë bërë historinë, dhe kjo është diçka e zakonshme me të cilën ne jemi mësuar tashmë, por është e pavlefshme nëse historia shikohet në mënyrë objektive, dhe nëse merren parasysh opinionet e të gjitha palëve në këtë mes. Ndërkaq, profesori shpreh që qytetërimi në Afrikën e Jugut është që në kohën e majmunëve pak a shumë, dhe që tregon nëpërmjet asaj që shpreh që është mbështetës i teorisë së evolucionit. Ne nuk bijem dakord me atë lloj këndvështrimi, por se jemi detyruar ta tregojmë atë që ai vetë shpreh. Pika 15, gjithë historia e mëparshme e vendit është fshirë nga librat. Dhe kjo është e vërtetë sepse historia pak a shumë është bërë një monopol sionist, me veglat e tyre laiko të krishtera perëndimore, dhe këtë lloj metodologjie ose modeli e kanë aplikuar në shumë vende duke përfshirë dhe Shqipërinë. Shqipëria mund të themi që është një nga shembujt më qesharak të këtij fenomeni ose të kësaj dukurie, ku është fshirë çdo gjë që ka të bëjë me 5 shekujt islam të Shqipërisë. Kjo me qëllim që të harrojnë shqiptarët identitetin e tyre musliman, dhe pse gjyshrit i kanë shumica musliman praktikant, disa hoxhallar, disa namazlin, disa muezin, disa medresist e tjerë, dhe të mendojnë se kur nuk kanë lidhje fare me këtë lloj identiteti dhe periudhe. E njëjta taktikë është përdorur edhe në Afrikë të Jugut dhe në vendet e tjera. Pika 16, fjala ime. Kështu është vepruar me çdo vend që kanë pushtuar sionistët me veglat e tyre laike dhe të krishtera, pra kjo që sapo thash. Pika 17, pushtimi filloi me kompanitë private hollandeze, të cilat hasën një nivel rezistence nga popullsia vendase, por pa rezultat. Dhe dukuria e njëjtë ka ndodhur edhe në Indi, me atë që njihet si kompania e Indisë lindore, në të cilën Çifutët gjithashtu kanë pasur rol, dhe përmes të cilës britanikët domethënë janë vendosur për herë të parë në tokën indiane, në kohën kur Indinë sundonin muslimanët dhe kur ajo prodhonte 1/5 e GDP-s botërore. Në të njëjtën kohë atëherë janë vendosur edhe francezët në Indi, po ashtu janë vendosur edhe shtete të tjera të Europës, por gradualisht duke luftuar me njëra tjetrën, kanë larguar njëra tjetrën derisa francezët u larguan të fundit nga ana e britanikëve dhe britanikët e pushtuan komplet Indinë. Dhe më pas e katandisën në gjendjen që ajo u katandis deri në kohën kur u çlirua, dhe akoma nuk mund të themi që e ka marrë veten plotësisht. Dhe pak a shumë këtë lloj gjëje ata kanë bërë në çdo vend që kanë pushtuar, pra nuk kanë sjellë absolutisht zhvillim, por të kundërtën e zhvillimit. Kanë sjellë prapambetje për ato vendi duke pretenduar se po i zhvillonin apo duke zhvilluar vetveten. Po e vërteta është që janë zhvilluar vetëm sionistët nga aspekti material. Më pas, pika 18, supozohej fillimisht që pushtuesi kishte ardhur thjesht për të lehtësuar tregtinë detare midis Europës dhe Azisë, e cila kalonte përreth Afrikës, ndonse një seri padrejtisht filluan të dalloheshin si skllavëria e vendasve, kolonializmi dhe çdo gjë kulminoi me doktrinën e apartheidit në vitin 1948. Pra në të njëjtin vit që është themeluar edhe Izraeli, pra paralelisht me një padrejtësi kanë qenë duke u zhvilluar dhe padrejtësi të tjera në botë. Kur themi kolonializmi, nuk kuptojmë që vinin njerëz domethënë për të banuar në toka që si kishin të tyre dhe ja grabisnin tokën vendasve. Një njëjti fenomen që ka ndodhur edhe në Palestinë dhe në vende të tjera po ashtu. Më pas pika 19, më pas tentativat për liri mundësuan që vendi të bëhej i pamundur për të qeverisur nga ana e tyre për rreth 30 vjet më vonë. Kjo nuk kupton që pushtu sikur nuk vjen siç mendojmë ne që të thojë që un po vit ju pushtoj juve tani.
por vjen duke pretenduar se ka një arsye që e justifikon prezencën e tij aty, një arsye që në pamje të parë nuk bie ndesh me logjikën. Por mënyra e veprimit të tij në praktikë dhe gjërat që ai bën e tregojnë më pas se për çfarë qëllimi ka ardhur në të vërtetë. Nuk ka nevojë që ai ta thojë me gojë. Ai mund edhe të gënjejë gjatë gjithë kohës derisa të largohet nga vendi, se gjëja ka ardhur për mirë, por duhet shikojmë veprat e tij që të sensibilizohet popullsia vendase. Dhe këtë e themi për çdo vend që ka nevojë akoma të dekolonizohet dhe nga këtu nuk bën përjashtim as Shqipëria. Ndërkaq, ajo që e ka bërë të largohet kolonizimi nga ato vende që kanë shpëtuar prej kësaj dukurie deri tani, ka qenë rezistenca e tyre e vazhdueshme. Pra nuk është se këto vende kanë pasur një fuqi për ta larguar kolonizimin gjithnjëherësh, por i kanë shkaktuar aq shumë bezdisje dhe aq shumë probleme saqë nuk u ka leverdisur më që të qëndrojnë nëpër këto vende atyre që kanë ardhur si pushtues. Dhe këtë gjë është duke bërë edhe Palestina aktualisht dhe lutem Allahun që ta ndihmojë dhe atë model duhet ta ndjekin të gjitha vendet që janë në një pozicion të ngjashëm. Ne duam të mirën popujve dhe nuk e duam të mirën atyre të cilët për interesa shumë të ngushta i bien në qafë një populli shumë të gjerë. Më pas, pika 20. Edhe me ardhjen e demokracisë dhe kapitalizmit, në fillim të viteve 1990, sërish mbeti prezente dhe edhe deri sot e kësaj dite mbetet një sasi pabarazie në aspektin social, racor, gjinor, politik e tjerë. Pra ndryshime kanë ndodhur të mëdha nëpër botë që në kohën kur u rrëzua Bashkimi Sovjetik, pak a shumë në të njëjtën kohë janë rrëzuar edhe vendet e tjera ku ka pasur influencë ky shtet dhe kanë kaluar në influencën e polit të vetëm të fuqisë të mbetur, të cilin e kemi trajtuar më herët që është poli amerikan, por i udhëhequr nga sionistët. Më pas, pika 21. Ndërkaq, kur ndodh ndonjë incident në lidhje me çështje toke, dalin disa pretendime absurde për konfiskim toke nga ana e të zinjve kundër të bardhëve, pa bërë ndonjëherë pyetjen logjike që vallë si arriti ky i bardhi të zotërojë atë tokë në Afrikën e Zezë. Pra ajo që unë kuptoj për kësaj pike është që mundet që të ketë marrë dikush prej ish kolonizatorëve, mund të ketë pasur gjyshin apo babain kolonizues dhe ka trashëguar një tokë të marrë padrejtisht në një person me ngjyrë të bardhë në Afrikën e Jugut, dhe më pas shkon çështja për gjykim për gjykatat e vendit tani që vendi është pavarësuar dhe ka fituar një sasi sovraniteti, dhe të gjykoj gjykata në favor të një të ziu i cili e ka pasur tokën përpara se ta merrte ky i bardhi. Ndërkohë të dalin pretendimet e politikës perëndimore që gjëja të zinj po i bëjnë padrejti të bardhëve, po pa i hyrë analizës që ku bazohet gjykata për vendimin që ka dhënë. Dhe si e ka marrë në pronësi këtë tokë ky i bardhi, a e ka marrë me drejtësi apo e ka marrë me padrejtësi. Më pas, pika numër 22, nuk mund të pretendohet që në Afrikë të Jugut ka ndonjë genocid, pra deri aty ka arritur çështja, ndërkohë që është provuar qartësisht nëpër gjykata që ka genocid pak më në veri në Republikën Demokratike të Kongos, në Ruanda, në Burundi, në Sudan, në Palestinë e tjerë. Dhe në të gjitha këto raste është dora sioniste në prapasken, po gjithmonë duke përdorur vendet perëndimore si levë. Pika 23. Intervistuesja vën në dukje që shpesh herë bota bën gabim kur e trajton Afrikën sikur të jetë një gjë e vetme homogjene, ndërkohë që nuk është, dhe e pyet se çfarë është duke ndodhur aktualisht në Benini, i cili është një vend që ndodhet në perëndim të Afrikës, afër qendrës, por më shumë anon nga pjesa perëndimore e saj. Pika 24 dhe e pyet për shkak të trazirave që janë duke ndodhur aktualisht në atë rajon. Përgjigjet profesori që sipas informacionit modest që ai gëzon, ka pasur rebelime të vazhdueshme nga ana e Beninit kundër qeverive që bënin reforma për ta kthyer vendin në një koloni franceze, pra qeveritarë që shikonin interesin e tyre personal kundër interesit të popullit të vet, ngjashëm edhe me vende të tjera në atë rajon, pak a shumë siç ndodh edhe në Shqipëri, se ne mund të mendojmë që gjoja afrikanët janë të prapambetur dhe ne jemi të zhvilluar dhe ne me ata jemi si dita me natën, por faktikisht disa prej vendeve afrikane po na e kalojnë tashmë në nivelin e pavarësimit që kanë arritur nga kolonizatorët e vjetër. Pika 25. Ai shton
se nuk është plotësuar ende tamam procesi i dekolonizimit, pasi vendet më të zhvilluara arrin akoma të diktojnë urdhra dhe mundësi për ato vende që i konsiderojnë periferike ose gjysmë periferike. Dhe këtu bjem dakord me këtë që thot profesori. Pika 26, ndonjëherë dominimi mbi to realizohet edhe nëpërmjet operacioneve të caktuara ushtarake. Dhe ne jemi të vetëdijshëm domethënë që ka shumë raste që ka ndodhur kështu. Pika 27, ndërhyrje si ato të Francës nuk duhet dhe nuk kanë për të pranuar nga popujt e Afrikës. Pra kjo është një lloj krenarie kombëtare që duhet ta kishin shqiptarët dhe që duhet të marrin shembull tani nga afrikanët. Pika 28, e pyet intervistuesja se a është e vërtetë që disa vende që pretendohet se janë të pavarura janë akoma të varura në të vërtetë nga vendet ish-kolonizuese. Pika 29, përgjigjet profesori që kjo është ajo që quhet neokolonializëm, pra një fazë e re e kolonizimit me ngjyrime të reja. Pika 30, njëkohësisht në Benini është pretenduar se është kërkuar ndërhyrja e forcave ushtarake të Nigerisë. Dhe Nigeria është vend komshi me Beninin. Pika 31, Nigeria ka popullsinë më të madhe të kontinentit dhe një sipërfaqe territori masive, sa 4 fishë i popullatës së Afrikës së Jugut, por kjo nuk i jep asaj ligjshmëri për të ndërhyrë në çështjet e brendshme të një vendi tjetër. Dhe këtu bjem dakord me këtë që thot profesori. Pika 32, ne kemi një shembull të mrekullueshëm në njerëz si generali i nderuar Ibrahim Traore në Burkina Faso, se si më në fund u lirua vendi nga kolonizimi dhe padyshim çdo vend afrikan ka mjaftueshëm njerëz dhe kapacitete që t'i zgjidhë vetë problemet e veta. Pra Burkina Faso është një vend shumë afër me Beninin dhe ka pasur një lëvizje pozitive në aspektin e dekolonizimit dhe në aspektin e pavarësimit nga Franca, nga ndikimi francez. Dhe kjo ka ndodhur me minimumin e dëmeve të mundshme. Për këtë arsye edhe unë personalisht e vlerësoj shumë generalin musliman Ibrahim Traore, Allahu e ruajt, dhe mendoj që është një person shembullor së bashku me mbështetësit e tij, dhe për këtë arsye them që sërish shqiptarët mendojnë se janë përpara vendeve të Afrikës, por faktikisht në disa gjëra kanë mbetur mbrapa. Edhe pse në histori shqiptarët kanë shkëlqyer në kohën e Osmanëve. Pra nuk përputhet realiteti jonë bashkohor në Shqipëri me realitetin ton historik. Dhe historinë tonë e din të gjithë përveç shqiptarëve. E di historinë tonë çifutët, e din historinë tonë laikët, e din historinë tonë të krishterët, por vetëm muslimanët që janë tradicionalisht shumica e vendit, vetëm ata kanë mbetur mbrapa, përveç atyre që gërmojnë në raport me historinë e vendit tonë. Dhe historia e popullit shqiptar është që ka shkëlqyer periudhën e vet më të mirë ka pasur pikërisht në periudhën osmane. Më pas, pika 33, për mendimin tim thot profesori, Afrika është e ardhmja e botës, por me zhvillimin e saj del disi nga skena dhe shikohet si një gjë negative nga ana e fuqive ish-kolonialiste, si Franca, Britania dhe tashmë edhe perandoria në vdekje e sipër e Amerikës. Pika 34, intervistuesja tregon që Nigeria është e interesuar të bëhet pjesë e BRICS me të drejta të plota, por ka pasur menjëherë një ndërhyrje verbale nga ana e presidentit Trump, i cili arriti deri aty sa kërcënoi se do të çonte trupa ushtarake në Nigeri, me pretendimin se disa grupe terroriste po abuzonin dhe po persekutonin të krishterët e vendit, me asistencën e qeverisë aktuale, gjë të cilën as organizatat e krishtera nuk e pohojnë në vend. Pra po pretendon Trumpi për të krishterët atë që të krishterët e vendit nuk e pretendojnë për veten. Pika 35, më pas e pyet se çfarë mendimi ka për qëndrimin që do të mbajë Amerika lidhur me këtë gjë në Nigeri. Pika 36, përgjigjet profesori se kjo është e ngjashme me akuzën për persekutimin e të bardhëve në Afrikë të Jugut. Pra, atë model që aplikojnë në një vend, zakonisht ata aplikojnë në shumë vende. Pika 37, më pas tregon se kur doli ky lloj lajmi për Nigerin, ishte qenë në një konferencë dhe po hante mëngjes me një kolege nga Nigeria, ndaj posaçërisht e pyeti për këtë çështje dhe ajo u përgjigj se nuk e kishte idenë se për çfarë ishte duke folur presidenti i Amerikës. Pra vendasit nuk e din, ndërkohë e di i huaj.
Pika 38. Të gjitha këto lloj idesh shërbejnë për qëllime politike për të fituar mbështetjet e masat e popullit, por në një diskutim akademik nuk qëndrojnë dhe janë një rrezik për njerëzimin, jo vetëm për vendet të cilave Amerika po u drejton gishtin, është rrezik i përgjithshëm. Pika 39. Po ashtu, duke besuar në teorinë e evolucionit, ai thotë se elemente si ngjyra e lëkurës janë përshtatje natyrore që kanë fituar organizmat e njerëzve të ndryshëm për të jetuar sa më mirë në një ambient të caktuar të planetit, të duhet të shikohen si gjëra pozitive dhe jo si gjëra negative dhe me armiqësi. Pra, ai është i mendimit që, siç është ndoshta shumica e shkencëtarëve bashkëkohor laik, që kjo klimë dhe ky territor ka sjellë si rezultat këtë lloj ngjyre lëkure dhe këto tipare tek njerëzit që janë banorë të popullsisë vendase. Ndërsa ne muslimanët, në dakordsi në këtë çështje me të krishterët dhe me xifutët, jemi të mendimit që është e kundërta e kësaj, pra që këto cilësi i janë dhënë njerëzve dhe popullatave të gatshme nga Allahu nëpërmjet gjenealogjisë edhe tipareve trashëguese, por se ata njerëz që kanë pas disa veçori kanë vajtur për të banuar në ato vende që i përshtateshin atyre më shumë, dhe jo e kundërta. Pra ky është këndvështrimi jon që në këtë rast bie ndesh me këndvështrimin e profesorit, pavarësisht që e theksojmë respektin ton që kemi për ta. Më pas, intervistuesja përmend shembuj të racizmit perëndimor të aplikuara kundër sportistëve ose artistëve rus në për evenimente ndërkombëtare vetëm për shkak të kombësisë së tyre. Edhe ky është një fenomen që ndoshta europianët dhe amerikanët nuk janë shumë të vetëdijshëm që po ndodh, po faktikisht po ndodh. Dhe duhet që njerëzit të sensibilizohen në lidhje me këto gjëra. Nuk ka kuptim se si thua të penalizohen ata individ të cilët nuk kanë asnjë përgjegjësi dhe asnjë faj për çfarëdo lloj gabimi që mund të akuzohet një vend apo një qeveri. Pika 41. Profesori thekson që kjo e keqe shkon madje edhe përtej racizmit të thjeshtë. Pasi nga ana tjetër ata privilegjojnë vrasësit e grave dhe fëmijëve në Palestinë, duke i lejuar të jetojnë të lirë në vendet perëndimore, duke marrë pjesë në për evenimente ndërkombëtare dhe madje duke bërë veprime fyese për popujt e tjerë. Dhe ky për mendimin tim është një nga fenomenet më shqetësuese që janë sot në botë. Që jo vetëm që po penalizohen ata që s'duhet penalizohen, por ata që duhet të penalizohen po stimulohen. Këta lloj njerëzish që kanë bërë krime dhe janë tallur me njerëzit e tjerë dhe tallen publikisht me njerëzit e tjerë dhe që i shfaqin cilësitë e tyre negative pas një lloj turpi, këta duhet të dënohen ligjërisht në radhë të parë, kudo që të vënë. Dhe nëse nuk dënohen ligjërisht, atëherë popullsitë e atyre vendase duhet marrin përsipër dënimin e tyre për shkak të ofendimit që i bën njerëzimit. Më pas, pika 42, intervistuesja kalon për diskutim në temën e prezencës në rritje të Kinës në kontinentin afrikan dhe marrëdhëniet që ajo po ndërton me disa vende, duke përfshirë edhe ato në sistemin financiar të Afrikës së Jugut, që ndikon në rënien e fuqisë së dollarit amerikan dhe pyet profesorin nëse Afrika po kthehet në një fushë betejë mes lindjes dhe perëndimit aktualisht. Pika 43. Përgjigjet profesori se ajo që në shekullin e kaluar në përbot njihej si lufta e ftohtë, faktikisht në Afrikë ishte shumë e nxehtë. Pasi në disa vende afrikane kanë ndodhur përplasjet proxy mes Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik dhe shumë afrikanë kanë humbur jetën për shkak të kësaj, por në të njëjtën kohë ajo ka ndikuar për çlirimin e disa vendeve nga ndikimi perëndimor. Pra, nëse në Europë, në Amerikë dhe në Bashkimin Sovjetik nuk ka pasur luftë të drejtë për drejtë, në vendet ku ka qenë prezent ndikimi i këtyre vendeve, aty ka pasur dhe luftë të drejtë për drejtë dhe ka pasur dhe pasoja që i ka listuar profesorit dhe të tjera që nuk i ka listuar këtu. Pika 44. Po ashtu Afrika me Kinën kanë pasur marrëdhënie të vjetra dhe aktualisht kanë kufi të përbashkët detare në Oqeanin Indian dhe këto marrëdhënie datojnë që shumë përpara periudhës së ndikimit europian. Pra, nuk fillon historia me kolonizimin e Europës dhe çka ka ndodhur pas kolonizimit,
por historia ka qenë shumë përpara se të vinin europianët në këto toka dhe të shkelin aty dhe të bënin si pronar të vendit. Pika 45, që në shekullin e 5 të erës sonë ka pasur gjirafa afrikane në kopshtet zoologjike të Pekinit dhe ato nuk kanë ecur në këmbë nga Afrika deri në Kinë. Pra ka për qëllim të tregojë që ka pasur kontakte tregtare dhe komunikime midis dy vendeve. Pika 46, po ashtu objekte të vjetra qeramike dhe tregtare që kanë lëvizur mes dy vendeve që përpara themelimit të Republikës Popullore të Kinës. Sepse Kina komuniste është një dukuri e re që ka më pak se një shekull që ekziston. Ndërkohë që Kina është një qytetërim rreth 5000 vjeçar me aq sa dihet dhe normalisht që ka një histori të gjatë përpara vetes. Pika 47, kështu që Kinën nuk duhet ta shikojmë si një lojtar të ri, i cili sapo ka hyrë në Afrikë, por ajo ka qenë gjithmonë këtu. Madje përkundrazi, Europa dhe Amerika duhet të shikojnë si lojtar i ri, dhe jo Kina dhe qytetërimet e vjetra. Pika 48, nëse dikush pretendon se Afrika nuk është e zonja në asnjë fushë, sepse nuk ka marrë pjesë aktive në revolucionin e parë industrial, as në të dytin, as në të tretin që kanë kaluar e tani as në të katërtin, ndërkohë që Kina pretendon se jemi në të katërtin kurse disa në të gjashtin, kurse disa shkencëtar japonez thonë se jemi në të tetin. Pika 49, ndërkohë kërkimet që janë bërë në Afrikë kanë qenë shpesh thelbësore për realizimin e këtyre revolucioneve aty ku janë realizuar. Pika 50, ndërkohë tarifat që Amerika vendos së fundmi mbi vendet e Afrikës mund të ndikojnë që gradualisht mallrat amerikane të zëvendësohen me të tjera më të lira nga vende të tjera dhe kjo gradualisht do të uli kërkesën për dollar dhe do të minimizojë varësinë nga Amerika për këto vende. Pika 51, intervistuesja tregon që disa prej vendeve europiane, kur i referojnë Afrikës, thonë: "Ne po vim këtu të marrim burimet tuaja natyrore dhe pastaj kismet mbase ju japim ndonjë gjë në këmbim dhe Kina do të bëjë të njëjtën gjë." Pastaj i kërkon një koment. Kjo ka të bëjë me rastin tani bashkohor të pas kolonizimit, në të cilin këta që duan ta rikthejnë influencën e tyre në Afrikë, që kanë humbur tashmë deri në një sasi të madhe, thonë që okay, ne erdhëm, ju morëm pasuritë juve dhe nuk është se ju dham ndonjë gjë në këmbim ose ndonjë gjë shumë të vogël, dhe tani ju po thoni që erdhi Kina, po dhe Kina ka për të bërë të njëjtën gjë. Mirë po, ky kuptohet që është një pretendim absurd dhe profesori kthen përgjigjen përkatëse. Dhe thotë, këtë e ka treguar tashmë historia, pra që Kina në marrëdhëniet me vendet e Afrikës ka qenë gjithmonë me parimin win-win, pra të fitojnë të dyja palët. Nuk është një histori që po një sot në kohën tonë, pra këtë gjë që e ka vërtetuar historia nuk ka nevojë që ta vërtetojnë ata që historinë as nuk e njohin ose as nuk e respektojnë. Pika 53, ndërsa perëndimi e ka treguar edhe në kohën e Covid-19, që kur popullsitë e tyre kishin nga 6 doza vaksine për person, ndërkohë që njëu mjaftonte, për popullsitë e Afrikës vështirë se gjeje një të tillë për person. Çështja e Covid-19-s për mendimin tim ka disa prapaskena të detajuara që nuk është këtu vendi për t'i trajtuar, megjithatë këtu po tregojmë, po nxjerrim në pa atë që dëshiron të nxjerrë në pa profesori që nuk e trajtonin me drejtësi as në situata që konsideroheshin shumë serioze. Pika 54, e falenderon intervistuesja për prezencën si një përfaqësues i jugut më të thellë të asaj që njihet si Global Majority dhe e fton të marrë pjesë në emisione të ardhshme dhe e mbyll intervistën. Kjo për arsye se Afrika e Jugut është në pjesën më jugore të asaj që njihet si Global South. Faktikisht mund të themi që është edhe Australia, është edhe Zelanda e Re, janë akoma më në jug se Afrika e Jugut, por ato zakonisht trajtohen sikur të jenë vende perëndimore, për shkak të mënyrës së tyre të tjetuarit, aspekteve politike dhe kulturës që kanë. Pra edhe pse gjeografikisht mund të jetë në një vend më në jug se Afrika e Jugut, për shkak të përkushtimit ndaj politikave të jugut global,
ajo konsiderohet si cepi më jugor i këtij rajoni. Këtu e mbyllim dhe ne intervistën që po të trajtojmë, po përkthejmë dhe po përmbledhim për sot, duke i kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. رحمن